Pas disa sezonesh me ulje ngritën e fush dhe probleme gjyqësore drejtuese jashtë saj, Juventus është gati të hapë një kapitull të ri. John Elkann, aksioner kryesor i klubit përmes Exor, ka vendosur të japë një drejtim të ri shoqërisë Bartezi dhe sipas Corriere dello Sport është gati të rikompozojë organigramën me figura të rëndësishme të botës së futbollit. Hapi i parë është bërë që në fillimin e verës, ku Cristiano Giuntoli u zvendësua nga Damien Comolli, ish presidenti i Toulouse-s, i cili ka menaxhuar merkaton e verës, në nëntor do të bërë zyrtarisht administratori deleguar me fuqi të plota menaxherale. Revolucioni mund të prekë dhe presidencën. Gianluca Ferrero ende gëzon besimin e pronësisë, po Elkann po kërkon një figurë me peshë më të madhe ndërkombëtare. Kandidatët më të fortë janë dy ish legjenda, Alessandro Del Piero dhe Michel Platini. Megjithatë nuk përjashtohet as opsioni për një profil më diplomatik, më pak i lidhur me fushën, siç ndodhi në të kaluarën dhe me Jean-Claude Blanc. Objektivi final i këtij transformimi është i qartë, të bëjë Juventus një shoqëri të veçëndrueshme pas 700 milionë eurove të investuar nga Exor gjatë 14 viteve të fundit.